Know the films in one radio show. Mendoj që diku pash në TikTok që ti mund ta kuptosh nëse një film ja vlen të shihet vetëm nga soundtracku dhe nga këngët e përdorura në film. Dhe kam vënë re, më duket kështu si detaj që gjej një farë krenarie tek vetja ime, sepse kur shoh filma që janë jashtëzakonisht shumë të mirë, vlerësohen mirë dhe generalisht nga audienca pëlqejnë, sidomos nga këto filmat ose serialet e limituara të kohëve të fundit, kryesisht kanë playlist që i përket playlistës time dhe ndjem sikur nëse do kishte një profesion të cilin do e bëja më së miri, do ishte pikërisht përzgjedhja e këngëve për filma. Dhe David Bowie do ishte kështu, një 5 këngë David Bowie, pastaj personazhe të tjerë. Edhe të ishe vetë protagoniste me kolonave zanore të filmit, gjë që edhe ka ndodhur. Kështu që duhet ta mendosh dhe këtë. Mirë, shkojmë tani tek përzgjedhjet personale. Çfarë filmi po shikoje? Atëherë, ti e di se unë të kam folur, këtë rubrikën e bëjmë për gjithë ju që kaloni një kohë gjatë, nuk dini ç'të shihni, edhe gjithmonë i thoni dikujt na thuaj në një film të shohim, na thuaj në një film të shohim, për këtë pyetje na keni ne, nuk e di pse lodheni kaq shumë duke pyetur njerëz që ndoshta nuk janë as burime të besueshme aq shumë sa që jemi unë dhe Edi ose se që pandejmë veten. Unë kam filluar të bëjmë një fansë e çmendur e serive të limituara, pra këtyre serialeve të shkurtra që janë 1 sezon, 2 sezone, që kanë nga 7-8 seri për sezon dhe përfundojnë me sezonin e dytë mbaron gjithë gjëja. Më pëlqejnë më shumë se filmat sepse ti ke një farë afeksionimi me personazhet, gjë që ty nuk ta jep një film 1 orë 45 minuta, siç ta jep një serial që ti je për një kohë pak më të gjatë. Ta konsumosh pak më ngadalë. Kam vënë re që ti je shumë, vetëm këtë doja të thoja, je shumë avantgard, pra shoh që më njëherë i shikon këto serialet e sapo dala që janë tematik, ndoshta edhe disa tema që un po ta vësh re, jam goxha i tërhequr, klasik, un pres një serial si Game of Thrones. Game of Thronesin ti pres, sa do ta thoja. Ose ku di unë me ndonjë nga këto të fundeve të botës, po gjë tjetër, pra siç po flisim për atë që kishte bërë Rick and Morty, Polar Opposites. Polar Opposites, Solar Opposites, po. Edhe këto për shembull kanë gjëra shumë interesante, gjë që unë e kam shumë të vështirë të futem brenda. Shikoj, e di si është, ja them gjithmonë njerëzve, janë këta njerëzit që shkojnë në restoran dhe marrin të njëjtën gjë. Do të thënë ti nuk ke jetuar në rast se ti nuk i ke provuar të gjitha, kështu që më mirë lëvron në gjëra të tjera se kujt di edhe mund të të pëlqejë. Ma duhet ta bëj. Dil pak nga ajo pra korniza jote. Për këtë nuk e di sa do dalësh nga korniza jote për serialin limituar që unë sapo mbaroj. Jo. Kam ende serinë e fundit për të parë, po flas për hitet Rivalry, është kudo në TikTok, po bën namin, edhe çuditërisht ma sugjeruan kolegët tan, gjithandej e ke parë dhe po shikoja edhe TikTokun kudo që ishin të gjithë vajzat të çmendura dhe të apasionuara pasi seriali. Ula e pash dhe Edi nuk di ç'të të them. Ta kam shpjeguar me shumë dashuri dhe me Xiza në sy, po ta ripërshkruaj me Xiza në sy. Di për çfarë bën. Janë 2 protagonistë, Connor Story dhe Hudson Williams, që luajnë rolin e 2 lojtarëve hokej. Të dy janë profesionistë, kanë një lloj rivaliteti mes njëri tjetrit, si 2 koka ekipesh rivale, por janë dhe 2 lojtarët më të mirë në gjithë botën. Njëri prej tyre quhet Ilja dhe përfaqëson Rusinë, është një lojtar hoki shumë pompoz, ka atë egon tipike, është i ftohtë, është pak i keq nga goja, dhe kemi dhe s'po më vjen emri tani, po është personazhi që personazhi amerikan, besoj. Kanadez, i cili është i butë, i brisht, i dashur, ky imazh i djalit perfekt, gjithë brendet kur duan të bëjnë bashkëpunime përzgjedhin atë sepse është ky imazh i pastër, i të promovuarit të gjës. Të dy me njëri tjetrin kanë kohë që kanë një rivalitet dhe gjithë ndeshjet e tyre janë kundër njëri tjetrit, dhe fillojnë dal nga dal rrugës të krijojnë një raport romantik së bashku. Pa çka se janë rival të përbetuar dhe duhet ta shesin kudo që janë rival të përbetuar, dashuria që krijojnë për njëri tjetrin është pak më e madhe se sa vet loja. Shane, po ja, sa po ma than emrin. Shane është emri i djalit tjetër. Duket pak i çuditshëm, ndoshta nuk duket si ajo që ti mund ta konsiderosh si gota jote e çajit, do thoja unë. Por
hera herës ne e shohim botën vetëm në atë spektrin ton dhe është ajo që po thonim pak më përpara, e limitojmë veten nga të parurit gjërat nga këpucët e tjetrit. Nuk mendoj se ndonjë film tjetër do më kishte vënë më shumë në pozicionin e këpucëve të tjetrit se sa hitet rivalry, sepse një marrëdhënie midis dy personash që nuk janë heteroseksual dhe specifikisht marrëdhënien mes dy homoseksualëve, unë si një femër heteroseksuale kur nuk do arrit ta kuptoj si dikush që jeton nga brenda, ama ai film vërtet më pozicionoi aq thellë brenda tyre dhe ndjeshmërisë së tyre, atij nocionit për ta mbajtur si fillim sekrete, për ta pranuar këtë të vërtetë e vetja, për të paraqitur diçka tjetër, për të qenë diçka tjetër, për të jetuar një jetë të limituar, për të takuar fshehurazi. Është një ndjesi që unë arrita ta provoj vetëm me anë të atyre të dyve. Është shumë eksplicit, kështu që ma dhan si këshill, po ja u jap si këshill që kur ta shikojeni me kufje. Nuk është nga këto filmat se më ndodhi një fragment momenti unë po e shoh me mikeshën time më të ngushtë dhe jemi kështu të dyja të aq të investuara, saqë edhe kur na marrin partnerët tanë respektiv jemi kështu çado. Jemi duke parë ca momente fantastike këtu në ekran, mos na bezdisni. Dhe më ndodhi një moment që isha me familjen, kështu që nuk është një nga këto filmat që ti e hap te televizori dhomës së ndenjes për ta parë, po mund ta shikoni te dhoma juaj dhe të argëtoheni. Në shumë bukur. Okej, interesant. Ndërsa unë vetëm 2 fjalë kam për të thënë për serialin tim, i cili të thash edhe në fillim që është në botën e Game of Thrones. Megjithatë, 2 gjëra kuriozitet që zhvillohen ngjarjet 100 vite përpara Game of Thrones dhe tashmë bëhet fjalë për 2 kalorës, të cilët duan edhe këta pas ka një lloj ngjeshmërie, po jo në aspekte të tjera, vetëm në rivalitet, të cilët duan të marrin, po themi, kryesimin e botës së Westerit. Janë të 2 kalorës jashtëzakonisht të fuqishëm dhe të 2 familjeve më të mëdha që kontrollojnë sigurisht botën e Westeros dhe dualiteti i tyre arrin deri në një pikë kulminante për Fronin, po që ngjarjet zhvillohen deri në fund në një periudhë ku dinozaurët, por edhe dragonjt nuk janë zhdukur ende. Pra ende ka njerëz të cilët i mbajnë mend pra këto lloj krijesash. Si dikush që ka parë Game of Thrones, ti sugjeron të shohin këtë të parin e më pas Game of Thrones apo të bëjnë kalimin natyral të gjës që është Game of Thrones dhe më pas? Mendoj që edhe ky mund të shihet më vete sepse shkputet historia, pra ka vetëm lidhje të rrënjeve familjare që Targaryens kanë qenë gjyshërit tanë dhe kaq. Mund të shikohen edhe më vete, po që të futesh tamam duhet të dashurohesh fillimisht me Game of Thrones dhe më pas të vishte të gjitha këto sequel të tjerë që janë me mua që se kam parë gjithmonë. Ikim tani dhe rikthehemi sërish pas pak. The Movies edhe për sot, për gjithë ju që keni dëshirë të shikoni një film në ekranin e madh, zgjedhja e javës në Cineplex është Nuremberg për krah shumë premierash të tjera dhe në rast se do izoloheni në shtëpi në atë reatin e divanit, krevatit, karriges tuaj. Për zgjedhjet tona janë hitet Rivalry me 6 episode, diçka që përfundohet shumë shpejt nëse ja vini si synim vetes të shikoni nga një seri ose 2 seri për ditë dhe Fallout dhe A Night of the Seven Kingdoms janë 2 sugjerimet e mia, 2 seriale të cilat njëri sapo ka nisur, në fakt vetëm pjesa e parë për sa i përket A Night of the Seven Kingdoms, ndërsa tek Fallout kam përshtypjen që edhe 2 pjesë janë pa u publikuar për të përfunduar dhe sezoni i dytë, i cili zbulon shumë çka për të gjithë fansat e serialit që sigurisht kishin mbetur peng në përfundimin e serialit të parë, sezonit të parë. Faleminderit që ishit me ne për këto minuta duke dëgjuar sugjerimet tona dhe kolonat zanore. Bashkë do të jemi fundjavën e ardhshme. Deri atëherë kalofshi bukur e mirë dëgjofshim.